Gjatë vizitës e tij një ditore në Durrës, kryebashkiaku i Barit Vito Leqeze u prit në mjediset e Universitetit Aleksandër Mojsiu nga rektori Shkëlqim Fortuzi. Lidhjet e forta mes Universitetit të Durrësit dhe atij Aldo Moro të Barit synohet të intensifikohen dhe më shumë, pasi në takim ishte i pranishëm dhe profesor Giuseppe Borghese, i deleguar nga rektori i Universitetit të Barit Roberto Bellioti. Universiteti i Durrësit bashkëpunon ngushtë për disa vitesh me disa prej universiteteve më në zë të Italisë. Prandaj për rektorin Fortuzi, takimi ishte një tjetër hap i hedhur drejt ndërkombëtarizimit të mëtejshëm të universitetit. Prej vitesh Durrësi dhe Bari janë binjekzuar me njëri tjetrin dhe sipas kryebashkiakut Leqeze, tashmë është koha që binjekzimi të kryhet në veprime konkrete mes dy qyteteve bregdetare. Në takim ishte i pranishëm edhe Michele Di Lucia, nënkryetari i komunës Kjetit, në provincën e Foggjës, një komunë me popullsi arbëreshe. Rotary Klub Durrës 24 ka realizuar me komunën e Piana delle Albanesi, Hora Arbareshve, një marrëveshje bashkëpunimi përmes të cilës mundsohet që studentët arbëresh të ndjekin studimet në UAMD me bursa të sponsorizuara nga klubi Rotarian. Marrëveshja synohet të shtrihet edhe në komuna të tjera arbëreshe në rajonin e Puljes.